krenar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë e dini, njëherë ka falë sabahun, është kthy ka ashabët, ka xhamati, dhe ka thonë, ja lejteni laura ejtu ikhwani, me mallëngjim, me përmallim. Fjala lejte është sikur, dhe në Kur'an ka shumë kështu, ja lejteni. Yawma yakumul kafiru ja lejteni kuntu turaba. Ja lejte. Ama ja lejte disa janë mbas kohë, mbesi ti s'ka doja fati. Se qafiri në ditën e gjykimit, kur ta shef situatën, kur ta shef halin e vet, çka do thot? Ja lejteni kuntu turaba. Sikur ti shakon tokë. Që do në thot ti shakon tokë, të mshkel një njerit me kerre, me traktore, me atë të mshkelnin, veç më si shakon njeri se sot toka nuk hin në xhehenem, unë hin në xhehenem. Pra, kështu kjo desha të them atë lejten çfarë do më thonë ka. Thot sallallahu alaihi wasallam, ja lejteni law ra'aytu ikhwani. Sikur ti shifnja vëllezërit e mi. Reagon njëri prej ashabëve sallallahu alaihi wasallam te pejgamberi dhe thot ja Rasulullah, awalesna ikhwanaka? Çka o kjo fjalë, ja Rasulullah, sikur ti shifnja vëllezërit e mi. Po ne çka jemi? Jemi vëllezërit tua? Ishte çudi për atë sahabiun. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj shumë qartë. Tha la bel antum ashabi. Tha jo, ju jeni shokët e mi. A i thom ashab shok. Tha, kurse vëllezërit e mi janë qerë. Cilët janë ato, ja Rasulullah? Ku janë ato? Janë ata të cilët do të vinë pas juve. As më kanë pa me sy si më shikoni ju, si më shifni ju, as më kanë dëgju si më ndëgjoni ju. Ata as më kanë pa, as më kanë dëgju, por do të më besojnë dhe do të më respektojnë si kur ju sot. Është miqden, subhanallah. Ja Rasulullah tha, po a do t'i shofish dhe njerë, pasi qa që i përmalum, i mallëngjum, a do t'i shofish dhe njerë, tha, po inshallah, në ditën e gjykimit. Po si do t'i njofish në ditën e gjykimit, si va mërmendja, sa miliard do kisë? Prej Ademit a.s. Sot janë 8 miliard njerëz. Të registruar, ndashta pa registruar pele sa dalin. E atëherë para mendos çfarë numri do jetë, sa kallaballëk do jetë. Tha ja Rasulullah, po si do t'i njofish ti, si do t'i dallosh në atë numër të madh? Tha kanë shenja. Cilat janë shenjat e tyre? Tha pjesët e abdesit që i kanë la, do t'ju ndriçojnë. Të gjitha pjesët që lahin, bile dhe kokës që hapin mes, do të ndriçoj prej larg. Do të bëj dritë. Edhe unë do ta di se ajo është umeti. Në këtë kontest, një djalosh i ri e ka pa Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu duke marrë abdes. Dhe Ebu Hurajra lan fytyrën normal, lan krahun deri këtu. Lan këmbët deri në gjuhë. A ne të gjithë e dim, edhe i djaloshi e ka ditë, edhe Ebu Hurajra e ka ditë se krahët deri ku lahen, deri mbi burri. E këmbët deri mbi nije. E Ebu Hurajra deri këtu. Edhe ju bo dyshim, u bo shib, u frigu. Tha Ebu Hurajra, po unë se pa më pas abdesin tamu. Tha pse? Tha po unë i loj një qëtu krahët, jo deri këtu. U pas ka dash deri këtu, ha? Tha ja. Tha tamu mjera ty. Tha po pse ti i lanë deri këtu? Tha që të mbëjnë dritë më shumë. Që të ndriçojnë pjesët e abdesit sa më të lamë, sa më t'i përfshi ujë abdesit, ashtë të bëjnë dritë. Subhanallah, pra, nga kjo që them jemi të privilegjuar, elhamdulillah, në këtë kohë dhe në këtë vend, na mundohemi ta jetojmë islamin, mundohemi ta praktikojmë islamin, aq sa ke mundësi, që ka edhe më